Madje të nëzë këtu vjen të përmend edhe një çështje më rëndësi tek marrja e emanetit, po sa I ka kushtuar Islami vëmendje kësaj pune saqë ka herë nuk ka nevojë me të kallëzu hiç njeri se është sekret. Ka thonë pejgamberi Aisha, nëse dikush gjatë komunikimit ku fol me ty, kthehet djathtë të majt këshyra pengon kush e të kallëzon. Ai s'ka çfarë të thotë më shapsa, ti për shkak që vetë tu këshyra pengon dikush. Ka me kuptuar dikush me gjestë të tij se është sekret do më besuar. Din këtë shkollë me kompozitari I vëmendshëm. Ai si të tu këshyra a dikush, atë diçka të kallëzoj. Ti më apo ai të pse apo po të shumë thama se prap. Ti e pa që këshyra djathtë të majt apo kush ai ti vetë për të kallëzoj që ka qenë sekret. Andaj vëmë që besimtarët I mëshëm, nuk ka lojë këtë më shpjegu. Ka merr vesh me syve, ka vesh ka dhënë me shaja, ka merr vesh me sjellë e kupton e mora vesh. I mëshëm me kon, je me kon I hutum, do të ketë më avizatuar. Muslimani është I mëshëm, muslimani është I gjendshëm, muslimani është I kujdesshëm. Andaj edhe këtë rast, kur dikush I rrefon diçka edhe për shembull jena 10 vjet në xhami. Edhe dikush preton me dal njëherë thotë veç pa kam. E të kallëzon diçka. A do të më të kallëzoj çdo çim, mos të kallëzoj kërkujt? Jo s'ka lazëm, ai tu ka prit me dalë të tonë, të ka thënë me shtëpi bën që është sekret. S'po do më kallëzoj dikujt, po vetëm të kallëzoj. Me këto besimtari kupton që nuk bën këtë fjalë me përhapje. Nuk bën këtë fjalë me përhapje.